Në Kosovë, 2 shifra janë të dalueshme, edhe në krahasim me rajonin. Vetëm 36.9% e kosovarëve në mjet moshës 15 dhe 64 janë ose në punë, ose duke kërkuar aktivisht punë. Nga ta, 30.9% janë të papunë. As you are aware, Kosovo continues to be challenged by the high rate of unemployment, with around 30% estimated unemployment as applied by the government. We are aiming to improve the situation of the labor market by offering quality services, encouraging investment, private sector development, self-employment, and etc. Refer to the regional labor report and those that produce Ministry of Labor. We can see that the trend of the labor market in Kosovo is characterized with long-term unemployment, unfortunately around 90%, women of 46%, non-qualified of 57%, 36% of the age group 15 to 24 years of age, 47% of the age group of 25 up to 39 years of age. Bariera kryesore e deklaruar për bizneseve, dhe kjo po ndodh në 3 vitet e fundit, nuk është më infrastruktura, nuk është energjetika, nuk është telekomunikacioni, nuk janë aftësitë e punëtorëve, është kryesisht bariera e konkurrencës së padrejtë. Dhe konkurrenca padrejtë, sipas bizneseve gjithmonë, buron prej 3 burimeve. E pari është evazioni fiskal, e dytë është informaliteti, dhe i treti është korrupsioni që lind nga prokurimi publik në Kosovë.